Serbet që nuk kanë dokumentet e Kosovës por jetojnë në Kosovë nga sot në bazë të një karte identiteti serbe ose ekstrakti nga regjistrat mund të aplikojnë dhe të marrin dokumentet e Kosovës. Kryetarët e komunave serbe dhe ekipet e tyre do të përpiqen të bëjnë gjithçka që ky proces të shkojë pa probleme, në mënyrë që deri me 16 qershor të gjithë qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre. Lista serbe sqaroi më parë se punonësit në institucionet shëndetësore dhe arsimore në të gjitha nivelet të cilët nuk jetojnë në Kosovë do të paraqesin të dhënat përmes institucioneve të tyre dhe kështu do të marrin të drejtën e qëndrimit për 12 muaj me mundësi zgjatje. E njëjta gjë vlen edhe për studentët që nuk jetojnë në Kosovë por studiojnë në Mitrovicën e Veriut. Ish komandanti i forcave speciale franceze në KFOR, koloneli Jacques Ogar, beson se bombardimi i Jugosllavisë nga NATO-ja në vitin 1999 ishte një shkelje e së drejtës ndërkombëtare dhe se pasojat janë ende të dukshëm 27 vjet më vonë përmes, siç thotaj, një përpjekje sistematike për të spastruar etnikisht serbët nga Kosova. Urrejtja për Serbinë bëri të mundur njësin atij agresioni, rezultatet e trishtueshme të cilit i shohem 27 vjet më vonë. U krijua një Republikë Kukull dhe ajo Republikë Kukull synon të spastroj etnikisht serbët, prandaj është një dështim i plotë atij agresioni dhe është një shkelje së drejtës ndërkombëtare, tha Jacques Ogar në një intervistë për radio-televizionin e Serbisë. Në galerinë e radio-televizionit e Serbisë u njoftua premiera e filmit dokumentar Pika kthesës lufta që ndryshoi rregullat nga Slaxhan Azarić, prodhuar nga programi informativ i radio-televizionit të Serbisë, i cili do të transmetohet në përvjetorin e agresionit të NATO-s kundër Republikës Federale të Jugosllavisë. Ndër bashkëbiseduesit e saj janë kryetari i Asamblesë OSB-s Vili Vimner, ish këshilltari i presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës Charles Kupchan, generali italian Biagio Di Grazia, gazetare Tiziana Buhari dhe aktivisti i paqes Jan Oberg, siç tha autoria, ata e shohin bombardimin e dritën e ngjarjeve të ardhshme botërore. Rendi i ditës i takimit të majtë të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës nuk është publikuar ende, as nuk dihet nëse anëtarësimi i Kosovës në atë organizatë do të merret parasysh. Institucionet në Prishtinë deklaruan se nuk kanë konfirmim zyrtar dhe se po vazhdojnë përpjekjet diplomatike në atë drejtim. Kosova aplikoi për anëtarësim me 12 maj të vitit 2021 dhe Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës më pas e emëroi Dora Bakojanin si raportuese. Pavarësisht mendimit të saj pozitiv, Kosova nuk ishte në rendin e ditës të Komitetit të Ministrave vitin e kaluar. Politologu Ognjen Gogić vlerësoi se bashkimi së djathtës në Kosovë mund të kërcënojë domenimin e vetëvendosjes, përse kjo ide e liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikut, varet nga balanca pushtetit midis partive opozitare, rikthimit të mundshëm të Vjosa Osmanit në politikën partijake. Gogić shpjegon se termi krah i djathtë në Kosovë ka një konotacion paksa ndryshe se sa në Serbi dhe se krahu i djathtë përfshin LDK-n, PDK-n dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti politik nga Prishtina Artan Muhaxhiri vlerësoi se ideja e liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikut, për një bashkim të madh të së djathtës është një mundësi e mirë, por që vështirë të arrihet. Muhaxhiri pohon se përqarja të thella midis partive në Kosovë, të cilat e bëjnë të vështirë veprimin e përbashkët, sipas tij një platformë dhe plan i qartë janë të nevojshme për një bashkim të tillë, të cilat aktualisht nuk ekziston. E dyshuara për vrasje të 2 fish në fshatin Majac afër Podjevës vdiq në qendrën klinike universitare të Kosovës sipas ngjarjeve gjatë hetimit deri tashme. Pas vrasjes së Ilyas Brahimit dhe plagosjes së 73 vjeçares MG, ajo u përpoq të kryente vetvrasje. Të dy u dërguan në spital në gjendje të rëndë pas incidentit dhe gruaja moshuar vdiq gjatë natës, ndërsa e dyshuara ndërroi jetë sot
nga plagët e marra. Policia e Kosovës njoftoi mbrëm se Ilas Brahimi u gjet në një automjet në majës pa shenja jete dhe se dyshuara dhe një grua e moshuar ishin mbyllur në shtëpinë me lëndime të rënda. Zyra e prokurorit themelor në Prishtinë njoftoi se motivi i vrasjes së dy vishte ende nuk është vërtetuar. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira, por pareshje në veri me periudha me diell në zonat e tjera janë të mundshme shirat e lehta dhe bore lehtë në male më të larta. Do të fryjë era mesatare, kurse fort lindore dhe jug lindore temperatura e mëngjesit do të sillet nga 3 deri në 7, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 18 gradë Celsius.